Jam këtu të këndje, se kam ndryshuar këmë. Mirëmëngjesi, jam bërë gati për palestër. Sot po filmoj me kamerë, po e provoj duke qenë se kamera është më këngjër dhe sikur duke më mirë. Por me ngjyrat është më mirë, iPhone-i nuk e di, ndoshta s'kam ditur unë t'i rregulloj, t'i sistemoj. Jam gati, tani po iki se jam qik më vones. Edhe shihemi këtë ditë. Sot është ditë e hënë dhe kam nisur vlogun ditë e hënë dhe do shikojmë se sa do arrit të filmoj këtë javë, këtë ditë që i kam, vazhdojnë të janë të vëllshme. Okej, unë kam marrë në shtëpi edhe jam bërë gati se më duhet të ikë në Tiranë sot dhe sot do ikem me fëmijët. Kam veshur këto kostume nga Mitele Studio. Flokët i kam si që i kisha në mëngjes, thjesht kam bërë një make-up shumë të shpejt dhe bazik, sa për qenë pak e kuruar, edhe do ikim tani se jemi vonë. Me i ki porcohesh, dhe rrezohesh. Sa po mbarova dhe palestrën, sot dita e 3, nuk besoj, unë kam bërë 3 ditë rresht. Ndjem shumë e lodhur, por shumë aktive në jetën kohë. Marrë në shtëpi dhe po bëm gati shpejt e shpejt, nuk e di pse gjërat ecin kaq shpejt për ditën time. Por ndonjëherë shikoj, ua, të pamundur fare të hap telefon vetë kur kujtohen, të bëj video apo jo. Edhe kështu ishte edhe kjo dita, shkova direkt mbas palestre tek trajtime që kisha. Dhe kur jam me vonesë vrapoj, dhe kur jam veç shofer, duhet mendoj ku të lë makinën, edhe më thënë drejtën, bëhet pak e lodhshme dhe prandaj ndoshta që jam vetëm gjithandej. Se kur jam me Rogeri ka një gjë të mirë të paktën që unë përfitoj, bëj video, editoj video. Edhe nuk mendoj ku duhet të parkoj makinën. Dhe në rasti që jam vetëm, kështu me ikën dita, duke vrapuar, nuk më del koha, sepse shikoj gjatë gjithë kohës orarin që jam me vonesë. Erdha në shtëpi, po duke qenë se po prisja që të vendosja begën gjumë, po erdha këtu, nuk ka shans të flej gjumë, se shikon që bëhem gati për dalë. Edhe nuk është se filmova. Tani jam këtu të këndje, se kam ndryshuar akoma. Është dita tjetër. Po bëm gati se do ikim në Tiranë, kam edhe 2 takime të tjera për të mbyllur ditën. Gjithpara ditën e kam fokusuar vetëm të vetja, do të thënë palestër, trajtime, se mos mendoni që për t'u dobësuar dhe për t'arë në formë është krejt kollaj. Në fakt du t'lesh shumë gjëra nga rutina jote, që ti përkushtohesh, në të kundërt nuk të del koha. Gjithsesi, unë kam një gjë të mirë se për shembull dje, pavarësisht se s'filmova, isha mbas ditën punë, bëja gjitha punët që unë mund të bëja sot para dite, dhe arrit të gjej kohën të alternoj për punët e mia. Të puna flas të fabrika, kështu që të paktën më jep hapësirë që të merrem me këto të tjera. Më duhet të shkoj dhe të dërgoj disa kostume nga koleksioni i ri tek dyqani në Tiranë, duke qenë se jam mbaruar të gjitha masat thuajse. Ky koleksion i ri është pëlqyer vërtet shumë. Në fakt në përgjithësi gjithmonë jam pëlqyer, po kishte kështu, mazi po e prisnin. Edhe pastaj u lën takimet e tjera. Dhe që shkruja gocave, shkruajta të thonjve, po s'kishin orare të lira, do të kisha lënë 2-3 ditë para, por kur nuk e di se si më shkon dita, nuk lej dot orare. Kjo është problem. Dhe më jam bërë t'i bëj, pavarësisht se s'duken si jam me këtë nuancën shumë të bukur. Thjesht nuk janë mirë. Me duhet patjetër t'i bëj. Nëse nuk arri sot, duhet t'i bëj nesër para se të nisem për udhëtim, se s'po mbaj dot. Të paktën kjo nuanca të shpëton, nëse do ishte një nuancë tjetër,
do dallon të shumë keq. Tek buzë do vendos pak roz që të bëj këtë ombrën, po ta bëj si në pink. Jo të bardhë, si që bëj zakonisht. Lezetshme. Duke qenë se sot kam bërë dhe qik më shumë blash, dallon këtu nga larg. Okej, unë e bëra këtë, por më duhet të vendos konturin pak më kafë, që kontrasti të jetë i bukur. Mi ka prish të gjitha make-upet Beki, dhe më thënë kam pa mundur. Sa do që unë i fshet disa nga këto, cili është më katë. Një të vishëm shpejt e shpejt se realisht jam shumë vonë, lash në si gjithmonë. Që jam njeriu më i çuditshëm në botë jam. Tani unë jam dhe britsjap, nuk jam kështu binjak që se ndaj do të mendjen. Okej, po dukem në dy pasqyra, Alda këtu. Gjysmë trupi këtu. Nëse, si që shikoni kam sjell tavolinën e make-upeve këtej. Kjo drita këtu më ka pëlqyer që ditën e parë që unë kam ndezur telefonin është e padiskutueshme. Dhe thjesht po më shkon në mendje pse mos ta provoja që të bëja video nga këtu. Dritat e dhomës, këto dritat e pasqyrës, mund të shtoj edhe njërin nga tjetër, edhe të jemi sinqert, këtu jam rahat për të bërë make-up, domethënë, për të ullur, për të folur, nuk e di, është tamam ajo zona komfortit për mua. Edhe pa mendoja këtu, jo përfundimisht, sepse me zë gjithë zonën, kjo tavolina është shumë praktike dhe e vogël. Thjesht problemi këtu është se më duhet ta marr tavolinën gjithkohës ta lëviz, se kur do bëj video Get Ready With Me në TikTok, ose foto që bëj të kjo pasqyra, më duhet ta lëviz. Njëherë po mendoj nga kjo ana tjetër, po këtej nuk kam asnjë prizë që unë të vendos këtë gjën. Tani këtu e kam prizën shumë kollaj edhe duket ndesur shumë bukur. Nuk e di, domethënë jam një problem i gjallë. O zoti i madh, kisha vetëm një dhomë, vetëm për veten, dhe prap nuk po ndihesha rahat atje ku e kisha dhe dhoma. Sepse nga një anë dhoma shumë e madhe sikur humbet, edhe fut gjëra të tjera, e u bën të një lloj rrëmuje e papar. Tani erdha te kjo dhoma këtu dhe është minimizuar hapësira që unë kisha më përpara për ta shfrytzuar. Dhe nga ana tjetër nuk kam gjetur rahat me tavolinën e make-up. Domethënë atje ku e kisha shumë bukur. Pra, nëse ti hyn në dhomë e shikon, është shumë estetikisht shumë bukur. Por, kur thelbi i gjithë gjës është për të bërë video, domethënë, unë ende nuk kam bërë video nga atje, le të themi, kam bërë vetëm një video, që të bëj ndonjë make-up tutorial, ose, ku diun, ndihet super i ftohta i ambienti aty, mbase është dritarja hapur, afër, që po them më sot. Okej. Se tani unë filloj daldis nga lodhja, është ora 9, po shkon ora 9, edhe pak kemi bigun, 9:10, edhe ka qenë vërtet një ditë e lodhshme, sepse kam nisur me pagjumësi, Beki ka qenë shumë e trazuar mbrëm, edhe ka qajt disa herë natën, jam zgjuar, është prishur ai gjumi i mirë që mund të kesh. Jam zgjuar herë se kishim lënë për tikur te kisha, shkuam te kisha, pastaj u kthyem, kishte trafik, se na zuri pak vonë. E kështu, domethënë palestër, punë, gjërat e përditshme. Dhe në të vërtetë, çdo ditë ime është shumë e ngjeshur, orare, takimet, shumë takime, po e shty, nuk e di, domethënë kjo palestër më ka zënë gjysmën e ditës. Fiks 2 orë në palestër.
1 orë gjys 2, trajtime 4 orë. Nuk e di sa herë mund ta kem thënë këtë gjë, nuk e di, si ja kam fare iden, por di të them që edhe ti investosh kohë në veten tënde është gjëja më e mirë që mund bësh. Ndihesh shumë mirë me veten, por nga ana tjetër është shumë kohë. Flas për punën që bëj unë, do të thënë kam shumë punë, më duhet të vi, sepse palestra ka një gjë të keqe, që ti dërsitesh, duhet të lash trupin, unë jam munduar ta kombinoj palestër, trajtime. Duke qenë se të trajtimet unë e laj trupin edhe detyrimisht pasoj zinxhir fix siç duhet të jetë. Shkoj, laj trupi, bëj termokoperte dhe pastaj bëj masazhin anticelulitit, mbaroj punën atje, me tua të vi në shtëpi, të bëj make-up, të vishëm dhe të dalë si njëri për punët, për takimet, për gjërat që duhet të bëj gjatë ditës. Dhe ndonjëherë përfundoj duke mos i bërë këto disa gjëra të tipit. Bëj skip pjesën e të ardhur në shtëpi, të ndrom, të lyem. Unë sot kam arritur t'i mbaroj të gjitha punët me këtë fytyrën time pa make-up dhe që e përshën të gjithë lodhjen edhe me setin e palestrës. Po. Dhe kështu ndodh disa herë gjatë javës. Më shkthyer në stres sepse flokët nuk më prishen, se normalisht djersin edhe palestër, e kuptoni. Edhe duhet të jem estetikisht mirë, fizikisht mirë. Domethënë, nuk është kaq e thjeshtë. Edhe ato që duken bukur, është dashur një vit i mirë kohë, fokus të vetja. Dhe nuk thon kot që ti duhet të mbyllesh 3 muaj që të bësh ndryshimin tënd të tipit. Nëse ti ke mbi pesh kilogram, nëse ti do të ndërtosh trupin e ëndrave, nëse ti do të bësh një ndryshim drastik nga gjitha aspektet që ti e mendon për ta bërë, duhet minimalisht të bllokosh 3 muaj dhe mos të bësh asgjë tjetër. Fatkeqësisht unë nuk e kam këtë kohën që unë ta mbyll veten dhe të bllokohem dhe të merrem vetëm me palestër, me trupin, me leximin, me shumë gjëra të tjera që do donim t'i kishim në të tjera shkallë. Por, nuk e kam dhe mundon t'i bëj gjitha. Problemi im është që unë dua t'i bëj gjitha. Dua t'jem dhe një mami, mundon të vi të marr bekin, kafen pak, dhe nëse më përpara pija vetëm me rogertin, tani shkoj e marr bekin e pi dhe një kafe me rogertin me bekin që mos ta humbas atë kohën dhe periudhën që kaloj me bekin. Me rojën tani në darkë, duhet të fokusohesh pak, ta pyesësh se si kaloj ditën, mësimet, si po ja del. Fatmirësisht paktën e kam në after school edhe te kjo pjesa nuk e kemi këtë prekupimin dhe kam siguruar, duke qenë se after schoolin e bën me konatën time, e cila arsysh po tek kolegji turk. Pra, janë disa gjëra që unë dua t'i arrij, mundohem t'i arrij, nuk i bëj në mënyrë më të mirë të mundshme. Por është shumë e vështirë që ti të vraposh për t'i bërë gjitha këto. Është shumë e vështirë. Shpesh herë ndihem shumë e lodhur. Nga ana tjetër kritikoj veten pse duhet të ndihesh e lodhur. Nuk do të kesh më këtë moshë, nuk do të kesh këtë energji. Po nga ana tjetër prap dua të merrem me veten, s'dua ta lë pas dore. Po nga ana tjetër prap ndihem shumë e lodhur. Po nga ana tjetër më kërkon puna. Po nga ana tjetër jam dhe një influencer, po nga ana tjetër doni dhe video YouTube, po nga ana tjetër doni dhe outfits të kombinime, të cilat them që do bëj shumë këtë javë, përfundoj duke bërë vetëm 1-2, se jam ose me flokët jo të rregullta, nuk më pëlqejnë, ose mundohem mos t'i laj shpesh sepse më janë djegur shumë, janë kputur nga nxehtësia, nga kryeri e kështu me radhë. Tani kjo ishte ora e ankimit. Nise, po mbase mendoni atje që sa bukur Alda po bën, sa bukur. Okej, mund të duket bukur sepse unë deri diku po e sforcoj veten, nuk është se jam në komfortin tim, pra që të kem gjithë kohën e mundshme t'i bëj të gjitha këto siç të donte çdo njeri t'i bënte. Por jo, domethënë okej, shikon, ky këndi këtu ka një lloj energjie që unë desha do ulem këtu do flas. Atje nuk ma jep të këtë ndjesi. Tani çfarë të bëj unë? Ka një gjë këtu të ky këndi, ka
sheqer ose nuk e di. Por diçka e ka. Ja, unë fillova të flas, sa po ula këtu. E kuptoni juve? Apo se kuptoni? Imagjino unë kur t'jem duke u lyer, që aty me vinë akoma më shumë frymëzimi për të folur, edhe që është mëngjes, se tani është darkë. Gjithsesi, po thoja, të gjitha këto kalojnë në trurin tim. Edhe kjo Alda këtu mundohet t'i bëj të gjitha, që mos të zhgej, të mos të zhgënjej as kënd, pra as Rogertin, as fëmijët, as veten, as te puna, as juve që doni video. Pra e kuptoni, nuk është kaq e thjeshtë. Edhe unë lodhem, edhe unë dua që ndonjëherë mos ta bëj. Por prap nga ana tjetër them, kjo është puna që unë dua të bëj. A dua të bëj version më të mirë të Aldës, duhet të qorë, të shkosh palestër, të bësh trajtimet, fatmirësisht ti, për shembull, nëse unë nuk do isha një influencer, do paguaj për gjitha shërbimet, unë tani për shembull bashkëpunoj dhe i kam, nuk më them for free, e kupton se unë të bëj një punë caktuar, por që ti e ke mundësinë të shkosh të bësh çfarë do lloj gjëje që ti do, se trupi jot do, dhe prap nuk arrin ta shfrytëzosh se s'ke kohë ti bësh. E kuptoni pra, domethënë çdo gjë e ka një bish nga mbrapa, mos mendoni se është e thjeshtë. E rëndësishme është që ju të bëni atë që doni, edhe se sforcoheni pak, do sforcoheni tani se asgjë e mirë nuk vjen kështu duke fjetur, duke nejtur në kafe. Thjesht është kjo që duhet ta ndani mendjen. Kur të ndjeni të lodhur, unë ndonjëherë të dielën e marr totalisht pushim. Shkoj nga prindit e mi, dal me fëmijë dhe nuk posoj fare. Edhe pse jam me fëmijët, nuk bëj asnjë foto, asnjë story. Thjesht fokusohem aty. Sepse e kam në trurin tim që o do fokusohem, unë i bëj gjithë, domethënë, për ajo çfarë dua vërtet mos të ndodhë është që unë dua fokusin të jetë dhe të familje, domethënë mos të jem addicted mas puna, domethënë fiksuar puna. Edhe ndonjëherë prandaj edhe kur dalim me fëmijët dhe familjen, nuk bëj fare foto video, domethënë thjesht fikam, totalisht jam aty. Nuk dua. Maksimumi rri pak në telefon, jo shumë, pak. Rri në telefon se telefoni është mjeti i punës, dhe nëse më shikoni diku, di që në telefon do rri, jam gjithkohës që kontaktojmë me furnizimet, me gocat, me punët, në Tiranë, më thash, postimet, gjërat. Ndonjëherë po të duhet edhe të hutosh fare, domethënë mos të kesh asnjëherë nga këto të futesh edhe shikosh, kryesisht shikoj TikTok. Më pëlqen video TikTok, më duket sikur aty hutohem më tepër ose në një video YouTube. Pra kjo është e gjitha, njerëz. Unë mbajta diku te 12 minuta, por duke qenë se tani erdhi zhurma në shtëpinë time, më duhet të nis aty ku e lash. Më duhet të sistemoj dhe të pastroj të gjitha make-upet dhe dua të ndaj edhe një herë nga fillimi se si ti mbaj gjërat në përditshmëri dhe çfarë të marr me vete, se sa herë kam udhëtime, se kemi edhe këtë fundjavë udhëtim. Çfarë po ndodh më sot? Kam bërë gati. Kam veshur këtë bluzën që u tregova nga video Milanos, Firenzes. Më përmendje Milano. Ky fundi nga seti i koleksionit të shtator që ne kemi lançuar, materiali në. Më pëlqen shumë ky kombinimi i bluz, baby bluz me bordon, mendoj se është kombinimi më i bukur dhe shumë trend, sidomos Chanel ka nxjerr shumë me balerina, kombinim të tillë, edhe mua më pëlqen shumë. Tani jam gati. Flutura juaj për të fluturuar drejt Tiranës. Jam vetëm sot, fatkeqësisht. Duhet kisha patur edhe Rogertin vetë. Do e dalim.
Ka marrë një shtëpi dhe thashtë se dhe pak se çfarë kemi marrë te Zara. Kalova te Zara për të marrë disa gjëra për Rogertin para 2 ditësh. I mora këtë këmishën në këtë ngjyrë, më pëlqeu shumë kjo nuanca e bezhës. Ja mora set, ka dhe këtë zinxhirin këtu. I mora këtë gjaketën, kështu të bardhë. E bardhë jo, është si në pana, si krem, shumë e bukur, më pëlqen shumë kjo nuanca. Dhe nuk është as e trash as e holl. Është fiks për tani në pranverë. Këmisha është set me pantallona. I ka shumë të rahatshme këto pantallona të Rogerti. Mora këtë t-shirtin. Është fiks vibe i Toskanës në Itali dhe thash e marrim. Dhe gjithashtu kaluam pak nga Zara Home. Mora 2 aroma për shtëpi. Mora këtë termosin për Rojin, e merr te shkolla. E mbushim me ujë në mëngjes. Edhe më pëlqeu shumë, ishte shumë cute. Mora 2 peshqyr. Mora këtu. Më pëlqejnë shumë këto lulet, pastel, syll, edhe materiali dhe ngjyra fantastike. Mora një për fytyrën dhe një për dush. Më pëlqeu aq shumë sa mbas e marr dhe për plazh. Imagjinojeni. Është shumë i bukur. Me këto lulet kështu pastel më pëlqejnë shumë fare. Mora një tabaka inoxi, po kërkoja në fakt, edhe më pëlqen se e kam gjetur në fakt në Temu, po përtoja të bëja porosi dhe nuk kam bërë. E pash atje dhe mora këto. Shumë vintage, e lezetshme. Dhe këto të dyja që janë për në tavolinë. Kjo në fakt është kështu. Mund të vendosësh dhe vezën e zjerë. Dhe kjo këtu është për qërim. Ka këtë vrimen këtu që futet qëriu dhe nuk lëviz. Ishte mora një, në fakt duhet kisha marrë 2, se në tavolinë duhen minimumi 2 copë. Nuk e di, thash, po e marrë se gjithmonë ka marrë gjëra koti dhe thash mbase po shpenzoj lek kot. Edhe mora vetëm një. Ta shikoj një herë. Këto ishin gjëra që mora. Nuk është se shkova për të marrë ndonjë gjë, pash tek Zara Home. Po nuk është se më pëlqeu diçka. S'kishin sjellë ndonjë furnizim wow për pranverën. Pas të shkoj pak më vonë, duke qenë se kam marrë disa gjëra për shtëpi, po mund të marrë ndonjë gjë të tipit lino për krevatin tim, për krevatin e Rojit. Po ta shikojmë pak më vonë, se mbase sjellën një gjë më interesante, se këto që kishin sjellë nuk është se më pëlqyen shumë. Këto ishin shumë të lezetshme, mund të bëjmë ndonjë kombinim. I don't know, do shohim. Edhe këto. Çfarë mora ti? S'marrë gjë tjetër. I mora dhe 2-3 gjëra tjera Rogertit, po ja kam futur për Klarë dhe kaq. Për vetes mora asgjë. Asgjë. Nuk besoj që s'mora asgjë, po nuk mora asgjë. Shkoj t'ja tregoj Rojt, këto si s'ja kam treguar dhe ai ka shumë qef. Çfarë mendon se të ka ble mami? Gëdiona, në si gjatë që më ble. Një termos për ujë, që se i bukur. Të pëlqeu? Po. Të fusim ujin, për ta marrë me vete të shkolla. Po. Është shumë i bukur. Shkoje? Ka këtë rumbullakun, këtë kokën. Koka e kujt është kjo? Mickey Mouse. Bravo. Tash ta çojmë atje ta lajm edhe ta marrësh nesër te shkolla. Të pëlqeu? Sa ngjyrat e bukura i kanë, tamam për çuna. You like it? Je lumtur, sëm puçe. Puçe mamin. I love you. O Beki. Beki shive mamin. Çe ke po flobe?
masazhojmë tani.